Ju jeni oligark më vëlla. Ke shumë të drejtë, po. Për zotin, unë nuk e ndjej shion e fermës time, po si pata sa njerëz mas vetës. Se vetëmia vetëm zotit i ka hije. Njeriu i vogël lind edhe vdes i vogël. I madhi lind edhe vdes i madh. Unë disha të falenderoj. Normalisht na i tallavetët e dhimë pa këtë punë, se s'na laj kur gjë, se e ke kap problemin e tokës, se pa hin tem, ne Dibrand kur du me bën një mik të mirë, për shembull, i thomi atij shkozit, kur të gërgoj vajzën e filanit, i thomi shifja o bori një, në rast se ka sistemuar atij trokit se s'del pa gjë. Me pas pallavi o borin, atij mos trokit se ke hup aty, të them sinqerisht. Po. Nuk kam qatë preki, shumë mirë njohë, shumë falenderuesi për të bëjë qefin, edhe për këto drejtuesi na ke vu vendor, deputet, edhe për rrugën nuk duhet të prekim gjë, se është një mrekulli, është një ëndër që ne akoma se besojmë. Në Tiranë shkojmë për një orë, na duket vetëm si na. Po ajo rruga që ishte atëherë. Se keni penalizuar, për nuk tregohet e punë mos e. Fleshin për rrugë, e ke pra si ishte normalisht. Unë desha të prek di aspekte. Dhimo miku im përdor një shprehje, viti ka 12 muaj, bujqësia ka 13 fushata. Kështu thot ky miku im. Mi për në Dibrand përdor një shprehje tjetër, bujqësia me këpus nuk të bën, pa pinga nuk të le. Unë të falenderoj shumë, veç një gjë të them, se i ke kap esencialet. Unë ja ku janë këto burra, unë jo sot. Po ja janë fermer këta apo s'janë? Po, gjithë, edhe aje dinat punë, am shikon. Atë ta dërgoj ku jam ngrit në 4 po një qerek, kam marrë abdes, kam bëjë zonin xhami, kam falë sabahun, kam me lopët, kam bëjë punët gati, kam hip në zetor, deri tash për zotin. Për këtë Allah që jo lartë, pa ta shtu fare, edhe kam qenë online, kërë të shoja, prind ato, po më gjithment. Me zetor? Po për zot, jo, isha, po zbrita më, se isha më kërku a i Lirana Golli, ma kërkej amon vej posyure, edhe këto i pa pushuar. Online nga fusha? Më thuaj, a kam hangër mjes e drejk, pyetëm, nuk kam gran. Ashtë ngarkuar jemi, se është kohë e atil, falenderojmë Zotin që na shëjat bereqet, na ka shumë një shiqe, miliarda nuk paguhet. Të them sinqerisht se kapi një thatë, edhe Zoti bën mrekullinë, por ne nuk e varim atij. Na luna jo mulla, edhe ai të penalizon bëson. Jo, po është reale kjo. Nuk ta them për të bërë qefin. Të them sinqerisht, kemi shumë probleme. Se shkoj një qaba gjën Haxhillek, edhe jo, po janë gjëra shumë të aty, shkruani pak. Mi po është rituali atje ku hudhën Guçi gjuhët shejtani. Ai kishte marrë një ras, kishte hip një gurë, një bitë vetës, bam, ato vandrojat atë intergjit, ato, Haxhi çaj tu bëm, i shkote gjaku aty. Ore tha i ka ik, për çfarë ti bëj këti si na ka hin brenda. Unë të kam mike, të falenderoj shumë ato që ke bërë, jo të them ne, po su pastruam ne. U kam thënë këtin e burrave, mbillni punoni se jemi të pa përgatitur për rrugën e arbrit, ja ku erdhi rruga. Ta mbyll këtë muhabet. U kam thënë. Po se ti mbesoshe mu. Absolutisht. Ta s'besoshi. Po fjalë, ti je gen punëtori, ato që i bën Tiranës ti, unë të njoh dhamë të mball. Është jo. Po jo më se çiçka. U kam thënë për kooperacionin. Vetmia vetëm Zoti i ka hijet. Ne po nuk bashkëpunuam me një tjetrin, është kot kjo punë. Ne në rast se sot kemi shit, ne nuk do arrijm të dalim edhe nder. Në det do të mbillmi, si Hasan Kuka mrenda, se s'kun partit, jo, po ka mbarruar muhabet. Edhe kjo është për çaj, jo për çesh, këta nuk e kuptojnë. Është një alarm, pare do ke sa të duhur, sepse normalisht pa që të bën rrugët, të bën kanalizimet, të bën këto, pa të ke bujqësia do të shkojnë. Unë desha të përmendi pak, unë jam pjesë atë datë malor, që 30 vjet, jam shumë krenar, edhe i privilegjuar që jam në atë shoqat, është tu edhe drejtori, apo duhet ta falenderojmë shumë për eksperiencën, për ato që kemi fituar, po që e kemi përcjellë dhe këtë tjerët. E kemi marrë në Francë, më munduar që të afrojmë sa. Por Zoti me një lule nuk vin vera, ne duhet kooperojmë, Zoti ka bereqet për të gjithë. Jo 8 miliardë, 9 miliardë, po mu bë dhe 100 miliardë, i madhi Zoti ka bereqet mbi kokat tona, po ne nuk dim si e kërkojmë. Jo, është reale kjo punë. Të them sinqerisht, unë u falenderoj, ne jemi gatshëm për të bashkëpunuar. Absolutisht natën, ditën, me gjithat. Më tha Iliriani mbrapa, tha gati jam, i thash jam i ngarkuar në ato, e gjithat momentin se i det për cilën të njëri tjetri, se kemi nevojë zoti. Jepi atë se na myte,